O meq, nuk ka logjik puna e politikës të puna e luftës. Ata që janë aliancë, që është bota e Perëndimit, Izraeli, Japonia, etj. Korea e Jugut, janë aliancë, janë bashkëpunëtorë në botë, qeverisin bashkë ose luftojnë bashkë, fitojnë bashkë, bëjnë biznes bashkë, dhe tentojnë për të rekrutu edhe shtete tjera, që janë në kundërshtim, kanë interesa tjera, kanë ideologji tjera, etj. Nuk është çështje emocioni, se ka shumë shqiptarë që thonë për arsye se kemi shqiptarë me fe muslimane në Kosovë ose në Shqipëni që janë në numër i madh, në krahasim me fe të tjera, dhe shqiptarët pozicionohen, ndoshta qytetari thjesht pozicionohet me Palestinën edhe Iranin në këtë rast. Por kjo normalisht është çështje njerëzore, ashtu si shfryhet nga populli, por kur vjen puna te politika dhe strategjia, është çështje tjetër. Do pozicionohesh me partnerin strategjik që mund të son që ti të kesh atë ideologji dhe ta përforcosh ideologjinë që qeverisë shtetin tënd dhe strategjinë e shtetit tënd. Ose rrugtimin që ke, si Shqipëria për shembull që synon për të bërë anëtare në shtetet evropiane dhe gjithashtu përforcimin në NATO dhe rreziku i Rusisë në tjetër ndaj Europës, por gjithashtu edhe Shqipërisë. Kjo është ajo punë. Sa të pëlqen një shtet apo nuk pëlqen, dhe mënyra se si i bën gjërat ose luftën, është çështje tjetër, mund të jetë çështje personale. Shihemi. Ciao.